me liberalizimin e vizave, rinia po kanë mundësi edhe me shku edhe me orë. Rinia shkojnë edhe për me vizitu vende, ka orë mundësia edhe me studiu, edhe për biznes, edhe për jetë. Me cila fjallë i përcollë për gurbat? Me fjallë dëmshme, natyrisht si prindi, edhe ka përshkojnë për në foqen e bardhë. Rinia në e konkret jashtë? Ja, s'është e vërtet. Me liberalizimin e vizave, rinia po kanë mundësi edhe me shku edhe me orë. Kështë që është mirë. Mirë që po shkojnë? Pse po shkojnë, apo ka punë edhe këto? Po nuk shkojnë vetëm për punë. Rinia shkojnë edhe për me vizitu vende, ka orë mundësia edhe me studiu, edhe për biznes, edhe për jetë. Kiti ndonjë familjari jashtë? Normalli për ta? Pa tjetër. Që në gurbat? Kanë e ki? Pa tjetër. E kam vajzën edhe djalin. Dhe da pyeti paska. Me cila fjallë i përcollë për gurbat? Me fjallë dëmshme, natyrisht si prindi, kështë që po lirare misale, edhe ka përshkojnë për në foqen e bardhë. Kena rastet plët, kena Graniti, Gjerdani, Anina, Mahallën, e plët të tjerë, nga bonë krenar. Në mësën pra që ki largë, i ki në gurbat? Pa letër është se brend, besoj që edhe nuk i ka je brendi? Jo. Jo. Në së Pse jo? A ju ka thonë që këtha në përfundimisht? Sigurisht se besoj janë kriju kushtet tash në Kosovë, bili minimum një rogë 500-600 euro në mes. Nuk është e mjaftueshme, mirë, por na do të kontribu me punu për shtetin tonë. Do të më konë fanatik i shtetit tonë. Vetëm kujton e gjatë vitit para luftës që shka qenë. Tash që kriju kushtet shiko, besa nuk po vrej edhe ftyrat ngrisore, ftyrat pa lumtura në qytet. Mesin e tjera dhe ti e lumtur, besa. E lumtura? Besha që e lumtur. E që për busqeshi, a? Pa tjetër. Shuminte apo sfida, ma e vështirë që ka po? Më sfiri, vitin e kalu më kanë që me i smut, e kom kalu një smut, shumë tronë e kom pas, e kom kalu tash një shëndeti para se gjithë tash është. Po qefi shumë. Këtë televizion një njavën me ditë. Si këtë apitjet hala. A do më tregon që do të thot gruaja për juve? Gruaja për mu? Po në është shtirë me hinë botën e grave, se në besoj që e kemi kalu për mi 30 vjetë edhe besoj që i ko mendimet mira dhe pozitive. Daj me herë. Shtirë me botën e grave? Po botën e grave është pak, nuk e di, po një fa fjallë popullore që gruja, për dhe nësi që ta me thonë thojza, po me gjitha ta jam e lumë të derisa i këmë bo me ta 3 fmi. E që shumë martuve, të regon, po të këthej pak në kota? Orna? Që shumë martuve, po të këthej në kopa? Aha, shumë martuve, unë kom qenë student, jam me profesion arsimtar, po më mësu vëns, kemi të të në Prishtinë, kemi kalu mirë, takimin që të ka qenë. Edhe mure këtë? E mora. Sa kanë dy shuku, atër dhe sot? Atër kanë sukur nata me ditë. Sukur nata me ditë. Me përmend këtë e kalu me ashtë, vetëm një rënqetje. Ashtë është shumë a mirë, shumë a mirë. Është ma mirë sa atër? Pa diskutim. Vetëm imagjinoj akumujt ti, si gazetare me këtë më rëjzaj e lirë me bëjnë intervista me popull. E pa mundër. Që mendimi ki për ndarjet që pëndove? Ndarjet, po, sugjerimi jam është, nëse djalli dhe vajza takohen, Apo gruaja dhe burri? gruaja dhe burri, në momenti i parë që do të më tërgu familjes, do të me një personin me fill, se kush është, dhe prej ka i dhe qëfar kalume e ka, njoftimi me rrethin, pastaj me vendos. Jo hata hok, vetëm po më pëlqen si figurë, e ka një makinë të mirë, e ka një nuk besoj që është mirë. A mendoj që në kohën e sotit ma shumë gratë a burra? Për shkak të ndarjen e po tradhtojnë. Gjithmonë kanë thonë burrat, po mendoj që tashti femrat në Kosovë diqysh e kanë një liri tepërt, mirë po fajnë 50-50. 50%. Shkeleria tepërt nuk ka qenë atë kohë, a? Orna? Shkeleria tepërt nuk ka qenë atë kohë. Jo, në atë kohë ka qenë fatkeqësisht vajzat edhe gratë kanë pas liri më të kufizuar. Unë vjen mirë shumë që kanë liri, po më ndohet liri tepër. Sidomos në lokalet natës, se në një jetë e shprenuar. Me qenë se çdo të ri, Ço bojnë ato lokalet e natës? Lokalet e natës se dini vetë në ndikimin e substancave ndoshta narkotike, në ndikimin e alkoolit, e se në mund me kalu edhe në fazë tjetër. A mendoj që këto kanë pa edhe prindërit që i lejojnë me dalë në asfare? Vetë jam prind,
Zbesoj që asnjë prind ka dëshirë fëmia ose përkatësisht gruaja ose i dashuri ose e dashura me dal. Mirë po, ndikon rrethi shoqëror. Rrethi shoqëror. Do të fajin më shumë janë rrethi shoqëror. Falenderoj shumë për kohën. Po, një farë fjallë popullore që gruaja, për dhe njësë që ta me thonë thojza, po me gjatë ata jam e lumë të derisa i këmë bo me ta 3 fëmijë. Që shumë martuve, të regëm, po të kthej pak në kuta. Orna? Që shumë martuve, po të kthej në kupa. Aha, shumë martuve, unë kom qenë student, jam me profesion arsimtar, po mësu dhënës, me të të në Prishtinë, kemi kalu mirë, ka kemi që të ka qenë. Edhe mure këtë. E mora. Sa kanë ndryshu ku atër dhe sot? Atëherë kanë sukur nata me ditë. Sukur nata me ditë. Me përmend kohët e kalume është vetëm një rëndqetje. Tash është shumë më mirë, shumë më mirë. Është më mirë sa atër? Pa diskutim. Vetëm imagjinoj a mujt ti, si gazetare me ketë më frize e lirë me bëjë intervista me popull. E pa mundër. Që me ki për ndarjet që pëndove? Ndarjet. Po, sugjerimi jam është, nëse djalli dhe vajza takohen, Apo gruaja dhe burri? gruaja dhe burri, në momenti i parë që do të më tregu familjes, do të më njoh personin me fill, se kush është dhe prej ka i dhe çfarë kalume e ka, njoftimi me rrethin, pastaj me vendos. Jo hata hok, vetëm po më pëlqen si figurë, e ka një makinë të mirë, e ka një nuk besoj që është mirë. A mendoj që në kohën e sotit më shumë gratë a burra? Për shkak të ndarjen e po tradhtojnë. Gjithmonë kanë thonë burrat, po mendoj që tashti femrat në Kosovë diqysh e kanë një liri tepërt, mirë po fajnë 50-50. 50%. Shkeleria e tepërt nuk ka qenë atë kohë, a? Orna? Shkeleria e tepërt nuk ka qenë atë kohë. Jo, në atë kohë ka qenë fatkeqësisht vajzat edhe gratë kanë pas liri më të kufizuar. Unë vjen mirë shumë që kanë liri, po më ndohet liri tepër. Sidomos në lokalet nota, se në një jetë e shprenuar, me qenë se çdo të ri, Çfarë bojnë ato lokalet e natës? Lokalet e natës se dini vetë në ndikim e substancave ndoshta narkotike, në ndikim e alkoolit e se në mund me kalu edhe në fazë tjetër. A mendoj që këto kanë pa edhe prindërit që i lejojnë me dalë në asfare? Vetë jam prind. Zbesoj që asnjë prind ka dëshirë fëmia ose përkatësisht gruaja ose i dashuri ose e dashura me dal. Mirë po, ndikon rrethi shoqëror. Rrethi shoqëror. Do të fajin më shumë janë rrethi shoqëror. Falenderoj shumë për kohën.